Jemi në kohë vjeshte, e sigurisht se përgatitet për dimër bëhen thuajse në secilin vend të Kosovës. E sot gjendemi në Brus, këtu ku tashmë kanë filluar përgatitjet e po ndëgjohet edhe sopot atje, duke qa drut sepse zoti Artën, i cili është një prej banorëve të kësaj jone, sot na hapi dyert e shtëpisë së tij. Për të na tregu për jetën e diçka tjetër, punë mbar zoti Artën. Morë pash, mirëse. Na falë që po të pengojmë edhe që po të marrim kohë. Mirë se gjatëm. Mirëse. Me shumë kratësi kishim marrë pak kohë prej kohës juja. Po. A mundemi me ujtë pak? Po, pa problem, po. Si jeni zoti Artën? Mirë. Si po shkon puna? Mirë, shumë. Këto në Brus, si është jeta për juve? Po nuk është të kesh, mirë ka pak me vujësi, me thënë gjithë skora ka pak, qështu mirë. Do të që gjatë gjithë kohës jeni këtu në Brus? Po, non-stop. Punani përveç punës me thënë gjithë, sigurisht se mirë ne edhe me punë të fshut. Po, ka pak me fshat, ka pak, pe baktivë dhe shka kemë, ka pak mojna, po ma shumë me thënë gjithë. Me thënë gjithë. Të regës si është jeta për juve këtu në Brus? E pam që nuk kanë betë dhe shumë banor, do shta jeni të rollë për banorëve që vazhdani me jetu këto, për shkak të kushte dhe situatave ndryshme shumë banorë kanë përgjegjë që mu largu për i Brusit. Po ju po qëndrani? Po, na këto jem, nuk jenë veç na, po ka tja familje ka këto, nuk jenë pa, dikun dhe 4 janë këtë, dikun... Banushme, me banorë? Po. Dikun dhe 2 hisa 3 janë qupit në ujt, një hisë o betë dhe këto, po se ka pas shumë shpija dhe këto po jenë quë familje dhe shumica jenë quë, po... Cila është arsye që përlargohen ka të shumë? Po kam shqy me gjithë ma mirë, nashta pak s'ka përshqy venin, dikura, i ndorë për të ujtë. E jo keni vendos me qëndru? Po, njerë. Cila është arsye që pjëmbon ka që fërë të Brus? Po, për me shku diku ma mirë, du të me posë nështë na e zanat, ose diçka në shku, diçka me posë, me qenë e biznes, po nuk jem me kesh, e na gjithë vetën këtu në fshatë këtu dhe po rrim këtu. Ju jetën e bëni bashkë me familjen? Po, me familjen, jem. Dhe ta në rrim shumë familjen teme, po gjithë shpi i koshu ka 5-6, 10, nështë ta ma shumë dikon, po mirë, nuk jo në kesh. Unë po e shesh se në 4 anë jeni të rrëthun me shtëpit vjetra. Gjitha këtu janë familjes juja? Po, familjes, po që në konë me gjalla orëve të babës taj me keshut. Sa në të familjes keni qenë dikur këtë, në këtë vend? Me qenë se po e shumë gjitha këto shtëpi, cilat gjitha ende përuhen, ende nuk janë rrënu? Po, kërë i konë bashkë i konë dikon ofër 4 dhe i konë bashkë, i ndohë, nështë të shumë janë, po dhe që i ndohë. Jeni shpërndohë gjithë familja? Po, jeni shpërndohë këtë. Kur isha këtu shtëpi, qëfar kujtime është cilën? Se sigurisht jetë sa ka qenë atëherë shumë ndryshe se sa dash. Po, atëherë konë... E përmendet edhe jo, 20 anëtorë familjes në atë kohë, kretë më ndryshe? Nështë e konë pak kushtë më atërona e konë atëherë, po... Nështë konë më krasi për porë, e konë më dasëna më ndryshe, po... Ta është i shajnë bota, shpitin me të dhe pëse me prishën njerës s'ka nevoj fort. Se jenë të me gjallarëve, nështë nuk kanë që me prishën Milan, kamerë të reja, i në roba push pak. Sa vjeqare mundet me qenë këtu shtëpi? Po, kjo më unë i pas, dikon nështë dikon 70-80 po. 70 vjeqare? Po, i ka po. Se kërkon e babgjusht jam kërkon ta, e ka marrë në atë kode, e du mi pas dikon për një ta i ba kja po grant. E ta shimi pikrisht e shtëpia e familjes juj, që dikur e keni shfrytëzuar gjithë. E mi gjithë ma shumë o konë kjo, po pas që me boni po me ko matë mirë, kjo sa është pa në arsi ma e modhe. Ma e modhe. Unë përshë që këto është edhe fura e bukës. Dhe të atëherë, ushqimi është gatu, është përgadit ose është pjek jashtë, a? Po, i kam pjek jashtë, këtë, me buke, me pite, me këtë. E kanë reshtoj, mi gjë është, e vetë i ka përnua e jade. E këto e kam posë furë në bukëve. Këto shpija, këto e kam posë në aburit vogël, pak. E themelet e shpisë ka kanë njëtë, si që kanë qenë dikura? Po, kjo është ka gjë një kohë e mëshme, du të me posë dikun një 50 jetë bëse që i kohë kjo shpi. Me po kja është rënu vetëm për shkak se nuk jeton askush në to? Po, që diko nështë mund me thonë i kohë një dikun 20 vjetë që e kanë njën këtë shpi, tash e papanushme orë dhe të priqa kjo vetë. Atëherë dikur këtu ka qenë kuzhina, po? Po, këtu e ka posë nga kuzhine. Këtu e kam posë nga kuzhinë të vogël, në tonë ka posë lojë salon, një ka pak me netën, këtu një farë dhëmë e vogël, atje banjo, dhe këtu e ka posë një dhëmë tjetër. Së konë asha që moa, po për atë familje, në atë kohën e tu këtë bëllë.
A ke nostalgji kështu kur vjen këtu mrena? Kur i shek këto shtëpi, kujtohet po besoj jetesa që është bërë dikur, si fëmijë ndoshta e mbon mend vetën? Po, e mend shumë mirë se kur ashtu të këto janë të miqja për ne fejsa ose me net me djamiqës me ata se mos dimit të kishim kohë më shumë me lutjen e me net me bollap. Po tash atë kur aty shujin shkuket. Atë mungon ajo ku? Po, aja ku te kon më mirë tash që ket me telefon, tash më shku me net dikon me telefon rënë atë s'kisha shumë me bollap dikon të më heq. Përveç ai mirë si jetë, nështë atë të ndikove dhe të bëjë të rënë telefon dhe mos s'ka e farku më në kështë. A jeni të lumtur me jetën që po e bëni momentalisht? Po, këto po. Jeni të lumtur? Nashe na mësu, nashe për dikon në e shtirë, po për neve jo, na jena mësu këto. Këtë e marrëm qyrin të kena, që i silën dronit të fora këto, tëna do të me musha është një farë procedurë këto, me balu dronë pak si mire, tëna me mluë këto dronë me kasha se me sanë. E si arrijet mandi me orë të rezultati që myrit? Do me mluë me dhe këto, me që dhejmë që peshin këto pak si maj djekt, me mluë, e ka po është edhe zëmë zërme, atina tëna ders të ty me kështu veç shkon të djekë për kadal. Dikon një i bon të djekën pravasesh një forë. Edhe kështu vjen të rezultati i kryjnit që myrit, Po, do me lanë pak me shok një tro pak një kohë, një deta dy, me konë kohë vejrë dhe të me lanë pak me ujë, se mundë të më dhezë, e tëra jekëm pe këtë mujtë apet, shpeshën e dhajmë kështu jekëm anësh. E ku e keni mësu këtë procedurë? Po, na e kanë anë portë, unë tash dikosh... Dhe të keni si të rashigume, a? Edhe babgjysh jam ka marrë shimërë, të na baba, tash tjeta vazhdo masanin nuk e di. Gjenerata Po, tash të dhe këto po... Fëmijët e tua vinë me ndihmua, kanë dëshirë nështë ta me bo këtë puna, po apo jo? Po, kanë që, po i ka thonë që jo, forse po është pak punë e ranë, i thonë që ma shumë me morë me shkollë dhe me shku ma lartë, dishka se o prej dhe moni, nuk e ladrunë marë fartë. Me po kështë doke, po ma i prej ma shketë të marë i hollë. Po mali është i gjithi juje? Po ke po familjes të në, për jata shketë.